Çmimet e importit për 3 muajt e parë të 2026-s shënuan rritje mesatarisht prej 2.7%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritje më e madhe e çmimeve të importit është hasur te lëkura dhe të artikujt e saj me rreth 23.2%, ndërkohë më njëherë pas vijnë produktet minerale me 11.5%. Instrumentet optike, medicinale dhe fotografike shënuan rritje prej 7.2%, si dhe artikujt e ndryshëm të prodhuar për 7%. Po ashtu, shtrenjtim është vërejtur edhe te këpucët dhe vajrat ushqyes. Ekonomisti Jakub Bëllaça thotë se kjo situatë po ndikon direkt në jetën e qytetarëve. Realisht këto produkte shiten në tregun e Kosovës me çmime tregtare, jo me çmime vendore apo me çmime kushtuese, apo me çmimet prodhimet. Kjo për ekonominë e Kosovës, për shportin e konsumatorëve të ekonomisë familjare është e papërballueshme. Edhe krahasuar me 3 mujorin paraprak, disa sektorë kanë vazhduar trendin e shtrenjtimit, ku veçohen produktet minerale, letra dhe pajisje elektrike. Bëllaça fajin për këtë po ja le faktorit politik që nuk është stabil në Kosovë. Por faktor mbrëmshëm tjetër është kriza politike dhe institucionale. Realisht prej zgjedhjeve që ambientet bëjnë biznes për çdo ditë më shumë për bën Kosovën një vend pasigurt të paqëndrueshëm. Ndërkohë edhe prodhimi vendor po bëhet gjithnjë më i kushtueshëm. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çmimet e prodhimit në Kosovë janë rritur për 7.9%, krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa vetëm në raport me 3 mujorin paraprak rritja ka qenë 2.3%. Rritje më të mëdha janë regjistruar në sektorin e furnizimit me ujë, energjinë elektrike dhe gazin, si dhe prodhimin e letrës dhe pijeve. Shtrenjtim është vërejtur edhe për përpunimin e ushqimeve, prodhimin e tekstilit, mobiljeve dhe produkteve kimike. Ndërkohë në anën tjetër, uljet e lehta të çmimeve janë regjistruar te produktet bimore, plastika dhe metalet bazë.